Jemi rikthyer në orën e dytë të programit për temën e ditës, të cilën sigurisht ne ju prezantojmë me të nisur dhe fillimisht do doja në këtë hapësirë të ndalesha të prezantimit të ftuarve. Miqt që janë bashkuar sot për të diskutuar temën janë Freskida Miloti, faleminderit shumë. Netsi, faleminderit. Kënaqësia është e jona gjithmonë. Margin Sala Ndjes është me ne pas disa muajsh me tema shumë interesante që kanë të bëjnë me fizioterapinë, shëndetin, është profesioni yt, është fusha jote. Po, si gjithmonë, kënaqësi të vi dhe ta ndaj me juve dhe me publikun, çka ne bëjmë edhe në klinikat tona. Dhe do të kemi gjithashtu dhe Aurora Dollenberg, të cilën do ta kemi në lidhje nga larg sigurisht, nga Gjermania, atje ku ajo jeton. Aurora, mirë se erdhe e dashur. Mirë se ju gjeta, gëzohem shumë. Faleminderit. Agida, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Katerina. Dalemi te dhimbjet. Po, në fakt dhimbjet që vinë ndonjëherë si pasojë asaj fuqie që mund të krijojë edhe mendja jonë, që është arma më e forte e një njeriu, thon, por ndonjëherë edhe armiku më i madh i saj, sepse mund të shkaktojë në organizëm edhe dhimbje që mbase nuk i mendojmë që mund të jenë si shkaktar ose si pasojë e mendimeve tona apo stresit që kemi apo tensionit të përditshëm, por gjithashtu edhe çfarë sjell jeta sedentare në të gjithë të organizmin tonë dhe na çon në këto madje edhe jeta sedentare në këto dhimbje, pasivitet dhe vështirësi që mund të kemi gjatë përditshmërisë. Në fakt, interesante është kur mendon se mund të kesh dëmtime ose dhimbje fizike apo probleme me shëndetin, përgjithsisht do ta lidhësh me keq ushqyerjen, me një jetë sedentare, pra me një stil jetese jo të mirë, mungesa e gjumit e të gjitha me radhë. Dhe nuk e çon ndonjëherë vëmendjen atje ku mund të jetë piknisja, po për këtë do na e konfirmoni ose jo ju, që mund të jenë edhe mendimet, mund të jetë një ngarkesë e madhe emocionale, një stres që ju po kaloni, dhe mendime të errta, po themi, që qarkullojnë gjatë gjithë kohës, një stres i vazhdueshëm dhe dhimbje shpirti, mund ta përktheja unë me atë çfarë mund të themi ne në fjalorin tonë të përditshëm, që mund të jenë shkaku i dhimbjeve fizike apo edhe sëmundjeve që mund të vinë më pas. Ta nis me Aurorën, me qenë se e kam pak më larg. Aurora, mundet që ne përmes mendimeve dhe përmes emocioneve, përmes ndjenjave të kemi dhimbje reale? Patjetër, emocionet negative, qoftë trishtimi, zëmërimi, ndjenjat hakmarrjes, pra dhimbja shpirtërore siç e treguar juve, e kombinuar dhe me këto mendimet, se emocioni ka një pjesë të caktuar të trurit dhe mendimet vjen nga korteksi frontal, nga pjesa e përparme e trurit, dhe mendimet e kombinuara pasaj negative, demotivuese, pesimiste, të gjitha këto prodhojnë hormone në tru. Pra është një çështje gjithmonë hormonale kur flasim për trupin, edhe emocionet dhe mendimet, dhe çfarë prodhohet kortizoli, që është hormoni i stresit, prodhohet adrenalina, që është hormoni i agresivitetit, i sulmit, dhe prodhimi i përditshëm, që në mëngjes zakonisht kur zgjohen shumë pacientë që kanë krijuar një stil negativ, jo të mirë të jetës, që ato mendimet e para negative filloj dhe një ditë e re, si do t'ja dalë dhe unë sot, një vuajtje më tepër, të gjitha këto mendime dhe emocione bëjnë që sistemi jo nervor të ndizet që në mëngjes me një flakën e adrenalinës dhe të hormonit të stresit, duke bërë automatikisht që të parët janë muskujt që duhet të reagojnë ndaj këtyre nervave të acaruar, kontraktohen muskujt e qafës, kontraktohen muskujt e shpinës, duke bërë që në mëngjes ta nisim me dhimbje koke, që nuk është iluzion, por është diçka reale, me migrena të shtuara, duke bërë që ndonjëherë mos të marrim dot frymë thellë sepse kontraktohen muskujt e toraksit, pra të gjoksit, dhe fund shpina është e ditur, shumë pacientë ngrihen që në mëngjes me shiatikun. Të gjithë e njohin shiatikun që paralizohet këma, nuk e lëvizin dot dorën e të tjera sepse nervat dhe muskujt janë të kontrolluar nga truri jon, po stresi kronik mund të shkaktojë dhimbje fizike, sëmundje që nga reumatizma deri tek dhimbjet e kyçeve, deri tek dhimbjet muskulare, dhe kjo është pjesa e dhimbshme. Pastaj stresi kronik mund të jetë edhe i padhimbshëm, dhe quhet ai vrasës i heshtur, sepse rrit tensionin e gjakut, rrit pulsin, rrit probabilitetin për infarktin e zemrës, për insulte cerebrale, për trombozat. Pra, stresi kronik vret, ndonjëherë me dhimbje, ndonjëherë pa dhimbje. Margin, për ta lidhur pak edhe me atë çfarë shihni edhe ju në praktikën tuaj, vjen dikush për fizioterapi se ka dhimbje, trupi ka dhimbje muskujsh, po ndërkohë është, po themi, kujdesshëm në këtë stilin e jetës, ama mund të jetë
i rënë emocionalisht, moralisht. Absolutisht, ajo që tha parafolësia është shumë e saktë, pasi stresi rrit nivelin e kortizolit, hormonet, që shkojnë edhe në trupin e njeriut kanë një veçanti shumë të fortë, pasi momenti që ti je në stres, ti ke gjithmonë atë pjesën, do të largohem, mund si të kapi ankthi, shkon mundohesh të kesh një posturë më të krusur, frymarrja jote nuk është normale. Edhe kjo bën të mundur që muskujt e tu të jenë më të kontraktuar, të krijojnë sa më shumë trigger pointe në pjesët kryesisht në qafë, edhe që japin të mundur pjesën e dhimbjes së kokës, marrë mend, çohesh të mëngjes, je i plogësh, nuk ke fuqi. Kjo ndodh shpesh herë, normalisht ne si shqiptar themi se do kaloj, se nga po më vjen. Po momenti që ne përballemi në klinikë edhe më thot, u çova sot në mëngjes nuk po e lviz dot kraun, nuk e di se nga më ka ardhur. Po çfarë bën? Po ja punët e përditshme, jam 8 orë në punë, po ndonjë aktivitet fizik po nuk është se merrem, po gjëra që bëj natyrshëm, edhe pse unë nuk gdhiva me dhimbje. Po sepse kur fillon edhe e pyet, se ne kemi një pyetësor shumë të gjatë që i bëjmë pacientit duke u futur edhe ke pjesa psikomotore, normalisht një mendje shëndosh në një trup të shëndosh, një mendje smur në një trup të smur. Edhe momenti që ti jepet për shiko se kam kaluar këtë sikletin dhe fillojnë edhe hapen dhe gjëja e parë që ne mundohemi që të qetësojmë anën mentale të pacientit. Sepse o po bo këtu, o po bo atje, edhe është gjithmonë një strukur edhe për t'ju shmangur atyre dhimbjeve që shpesh herë e ngarkojnë dhe derisa vjen momenti kulminant që shkon edhe plas një krah, një qafe ngrirë, edhe vjen edhe thot unë zbëra si gjë, thot pse duhet ta kem unë këtë dhimbje. Po ndërkohë janë të gjithë këto faktorët që me kalimin e kohës ne i neglizhojmë edhe arrim në pikën e fundit që për fat keq do të jemi të parët, po të vinë të fundit kur nuk kanë më se nuk çojnë dot nga krevati edhe vinë kenë. Është më i vështirë rikuperimi kur mendja nuk do që të Shiko pak është shumë, po shumë si ta them në kohët e fundit e kemi të bëjmë me stresin si mënyrë jetese. Të gjithë njerëzit po vuajnë nga ankthi edhe nga stresi. Një rast i fundit, kisha një paciente, ka 2-3 ditë që e kam nxjerrë nga shtëpia, pasi psoi një aksident, u pengua, thyu kraun, humerusin, kokën e humerusit dhe bëri një operacion i vum pllaka. Edhe unë nuk dalëm nga shtëpia, unë dorëzohem, po prapë me kraun, dhe unë për 4 ditë me radhë, unë nuk u mora me kraun. Unë bëra pjesën e psikologut. Shikoj, ke shumë mirë, sepse për çfarë do të thotë jo, nuk e bëj dot, nuk e bëj dot atë, ndërkohë që e bën. Është si puna asaj, unë nuk ta them se bardhoshja ka ditëlinë, po ndërkohë që ti thash po i bën të gjitha. Edhe me këtë lëvizje, po e bën shumë mirë edhe këtë. Me fjalë, mënyra, pjesa kryesore në klinikën time është edhe pjesa mentale. Neve shkojmë, punojmë gjatë asaj ore të terapisë edhe me pjesën mentale që të rrisim vetbesimin ka i person që të shkoj edhe të ketë një jetë sa më të mirë dhe sa më cilësore. Kur e diskutojmë kështu mendjen, trurin, duket sikur është një fuqi më vete dhe sikur nuk e kontrollojmë, por truri dhe trupi në mënyrë absolute dhe duket sikur na vënë në kontroll, ama nuk është e pandar. Pra, shqetësimet ne mendojmë se vetëm janë shpirtërore apo lidhen me mendimet tona, por gjithçka, siç e tha dhe doktoresha Aurora, përkthehet më pas në trupin ton. Ashtu sikurse edhe jeta sedentare. Duke thënë edhe fizioterapisti, më kujtoi një moment delikat në një periudhë të jetësimi, isha shumë e ngarkuar në një projekt, e ngarkuar deri edhe po më stresonte, afati kohor, duhet ta kapja patjetër në kohën e duhur, të dorëzoja projektin, punoja me orë të tëra përpara kompjuterit edhe shumë pak lëvizje. Nuk ushqesha mirë, gjëra të shpejta për arsye të avancoja në punë dhe kam punuar natën dhe mbaj mend mblidhesha, nuk e kontrolloja dot trupin para kompjuterit dhe mblidhesha duke punuar. Se vjen vetvetiu ajo, nuk është se e kontrollon dot. Pikërisht. Mbaj mend, mua mu bllokuan këmbët komplet. Dhe kur qohesha nuk kisha ekuilibër dhe shputat e këmbëve më thernin. Pra trupi ishte kontraktuar shumë, ishte lodhur shumë, edhe unë nuk kisha fuqi më pastaj për të punuar, për të bërë jetën e përditshme, normale.
dhe nuk po kuptoja çfarë po ndodhte. Do thënë atë kohë isha në fillimet e mia të studimeve për farmaci, kisha nisur të mësoja rreth fushës mjekësore, por çfarë po i shkaktoja vetes me ngarkesa, pune, projektesh, studimesh. Shkova në një fizioterapist, bëra një herë një grafi, nisa kontrollet mjekësore, sepse po shqetësosha, nuk ecja dot, realisht. Çuna vin gjithë pacientët, bëjnë grafi një herë, pastaj vin, ndërkohë që të vish të bësh një konsult një herë dhe pastaj të Nuk kuptoj çfarë po ndodhte realisht. Tash isha në fillimet e mia. Tani flasim ndryshe. Dhe bëra 10 seanca fizioterapi, lutesha të ngrihesha në këmbë dhe të kthehesha në normalitet. Dhe i kam premtuar vetes që kur s'doja bëj këtë gjë, ndonjëherë rrallë e shkel, por që pra ishte një sforco shumë një sforco e madhe fizike, por edhe realisht edhe stres. Sepse kisha paralelisht shumë gjëra. Po, stresi është që ka ndikuar më shumë, sepse po të ta bëj këtë, të ka vetes presion që duhet ta mbaroj, bëj këtë, bëj atë me orë të tëra para kompjuterit, duhet lëvizja në mënyrë absolute. Pra pëson një të kurrje trupi dhe një lloj ngurtësimi. Dhe normalisht kjo reflektohet në dhimbje dhe në pasoja të tipit nuk ecën dot, siç ishte rasti yt. Theria ishte e tmerrshme, më shkonte deri në kokë. Mund ta shpjegoj edhe fizioterapisti. Ajo kalon në trembje, kalon në ankth, çfarë po ndodh me mua, edhe ti sa vjen edhe shtyn veten në një zonë shumë të errët, saqë do jetë shumë e vështirë. Pra po themi që nga një mendim që mund të prodhoj mendja, ne mund të shkojmë të bëjmë grafi, rezonancë, skanera, ndonjëherë janë të panevojshëm, kalojmë pacientët në këtë rrugë? Jo. Pacienti nuk duhet të bëj vetë çfarë do pacienti, apo të pyesi ChatGPT-n. Pacienti, momentin, është një gjë shumë e bukur, po diskutoja me një kolegun tim. Por kur të prishet makina, e çon servis. Kur prishet dhëmbi, shkon ke dentisti. Kur dhem qafë, kur dhem shpatlla, hajde ke fizioterapisti, ti nuk ke nevojë të shkosh të bësh grafit, bësh rezonancë, po shiko se un kam pas atak panik, kam pas ankth, po këto janë gjëra që vijnë nga qafa. Atak paniket, stresi, ankthit, gjitha këto vijnë nga qafa, sepse preket nervi vagus, je gjatë gjithë kohës në këtë lloj pozicioni në kompjuter, ti xha e ke humbur pjesën tënde të posturës, se si të shkosh edhe të qëndrosh në formën e duhur, se unë shkoj edhe në shumë kompani që shkoj bëj një workshop se si ti të rish për para kompjuterit, se si të qohesh çdo 2 orë, të bësh 2-3 ushtrime, janë 3 ushtrime shumë të thjeshta, që ti mund t'i bësh 2-3 herë gjatë ditës, dhe postura jote nuk shkon edhe të bëhet si gafore. Pra, modernizimi i jetës na ka ndryshuar shumë dhe sot mund të duket si trend përmendja stili i jetës, por në fakt modernizimi i jetës na ka ndryshuar stilin e jetës. Unë diskutoj shpesh në panelet e mia apo edhe në revistën shkencore apo në konferencat të cilat realizoj, patjetër e diskutoj sepse futen të gjitha disiplinat. Mund të përfshim psikologun, psikiatrin, sëmundjet kardiovaskulare, fizioterapin, stomatologjin, sepse lidhet ortodonsia me këtë pjesë. Të gjitha disiplinat përfshihen në stilin e jetës. Si ne e trajtojmë trupin ton, ashtu më pas përkthehet dhe trupi on reagon. Ta shpërblen pra në formën se si ne dhe ka një lloj ndërgjegjësimi dhe më vjen shumë mirë se këtë gjë sigurisht ne e vëmë re në rrethin ton shoqëror, familjar, po edhe nga rrjetet sociale ti mund të masësh orientimin që ka një shoqëri dhe fatmirësisht ka një orientim pozitiv ndaj kujdesit dhe mirëqenies në tërësi, edhe mendore edhe fizike. Absolutisht, kohët e fundit njerëzit i kanë thritur mendjes, a kupton? Sepse për çdo lloj gjëje, për pjesën materiale, kanë fjalën, shkojnë edhe i bëjnë. Kur vete puna ke vete, ne kemi qenë gjithmonë neglizhues. Po, nuk e kemi kuptuar vlerën. Kurse tash ka ndryshuar. Ka ndryshuar dhe po vjen dhe po ndryshon, sepse normalisht jeta është bërë edhe shumë e vrullshme. Fjalë njerëzit tash po detyrohen të bëjnë nga 2 punë, 3 punë, si të gjithë neve. Kupton? Edhe është po vinë sa më shpesh edhe po interesohen të paktën një konsult. Një konsult është shumë e thjeshtë, sepse ti nuk mund të kesh nevojë për mua, po mund të kesh nevojë për 2 llafe. Ti më shlirove me ato llafe. Reduktojmë një dëm të mundshëm, kjo është ideja. Parandalojmë diçka. Është një konsult kushton gjë. Për ta vijuar këtë linjë mendimi edhe këtë për qasje shumë pozitive që kanë tani më të rinj, do thoja unë për mirëqenien, që
ndjekin kurse pilates, notin, bëjnë më shumë palestër, kanë dëshirën që të konsumojnë ushqime të shëndetshme, të pinë këto pijet që tani janë trend, jo matcha, ku di unë lloje të ndryshme. Unë matcha nuk e pi, nuk e kam iden, po nuk e di Aurora, është e mirë, duhet shtirë. Me qëra fjala? Po t'ishim në kulturës japaneze, patjetër që do na pëlqente, si na pëlqen çaji i malit, atyre ju pëlqen është e rekomandueshme si kundër çaj i jeshile të tjera sepse e nxisjen e metabolizmin dhe kur flasim për dhimbjen, një ndër arsyet kryesore të dhimbjes në trup është dhe adipoziteti, pra mbi pesha është e ditur si çështje, edhe mbi pesha dhiamosja e trupit vjen nga stresi kronik. Kështu që rrethi mbyllet përsëri. Nuk ka pacient që han shumë sepse janë të lumtur. Të gjithë pacientët që janë anksioz, që nuk flen mirë, flen vetëm 4-5 orë, truri është i acaruar, ngrihen në mëngjes me atë urinë nxehtë dhe duan të hanë sheqerna, duan të hanë gjëra jo të shëndetshme, që pasaj që në dhiamosje mbi ngarkojnë kockat, shpinën dhe kemi dhimbjet kronike. Unë, Katerina, do thosha me të vërtet që edhe popullata shqiptare janë bërë shumë me të vetëdijshëm bazë edhe interkomunikacioni që kanë edhe me diasporën, sepse nuk ka familje shqiptare tani më që nuk është emigruar dhe u vjen njohuria qoftë nga Hollanda, nga Danimarka, nga Gjermania, pra prindrit duke filluar që nga prindrit e mi janë shumë herë me të ndërgjegjshme. Më përpara kur i thoshe fizioterapist, Margin thoshen çfarë është fizioterapisti një herë se nuk e dini ta lokalizonin, si term tani e duan me patjetër masazhet. Do më bësh çik masazh? Kështu që është revolucionarizuar, mund ta quajmë mentaliteti edhe në brezat e prindërve tanë, patjetër brezi i ri është komplet evropian dhe unë jam shumë e lumtur që ndërgjegjësimi dhe niveli i informacionit është kaq i lartë sa që të gjithë e pranojnë faktin ato që juve e nisët Katerina, që është truri që komandon gjithçka, mendimet tona janë ato që janë dirigjenti i trupit, prandaj dhe brezi i ri e din që duke bërë yoga, duke rregulluar frymarrjen, ka më pak atake paniku. Pra, unë kur më vin pacientët 20 vjeçar dhe thonë, doktoresha kam infarkt zemre dhe jam e sigurt për këtë gjë, i bëjmë EKG-n, i bëjmë atjen e oksigjenit në gjak, ja bëjmë të gjitha analizat për fermentet e zemrës dhe të trombozave në mushkrije të tjera dhe të shikojmë se duhet të tregosh dhe të mbartën të zezë pacientit. Prandaj i bashkojmë kolegëve ku thanë që pa analiza të caktuara, pa shpjegime të caktuara nuk mund ta marrim të mirëqen që pacienti thjesht ka një kontrakcion muskular. Pra duhet të shkojt fillimisht tek Margin, duhet të shkojt tek Freskida si farmaciste të marrë ato medikamentet e para dhe këshillimin e parë, dhe në qoftë se dhimbja persiston, pra nuk ndalon, qoftë edhe pas 2-3 javësh, pas disa muajsh, atëherë duhet me patjetër të bëhen disa analiza dhe jo patjetër grafia, sepse grafin është e kohës së vjetër, pra grafia është vetëm për thyrje kockas. Ai që ka rënë, që ka pasur aksident makine e di që mund të ketë rrezikuar një thyrje kocka, bëjmë grafit. Për rindet e buta që përmendën dhe kolegët, muskujt, nervat, të gjitha ato kemi nevojë për rezonancë magnetike që nuk ka dhe rezatim, kështu që duam apo s'duam, du të shkojmë njërë te ortopedi, tek radiologu dhe ta bëjmë një rezonancë qoftë kokës për të qetësuar ato frikrat e shumë pacientë që mendojnë kur lindin, kur kanë pirje duarsh ose pirje kamësh, miza si në kam, ose i duket se kur këmbët janë të enjtura edhe pse nuk kanë ujë, të gjitha këto janë shfaqje neuropatike, pra janë nervat e bllokuara zakonisht të shpinës, të cilat bëjnë që pacienti të marrë informacionin e gabuar në tru që këmba është e paralizuar edhe pse është një shiatik. Por pa ja bërë këtë rezonancë ndonjëherë të kokës, ne nuk e shqetësojmë dot pacientin që ti themi që ti nuk ke tromboz në tru, por është thjesht një blokadë në qafë dhe mendimën e fizioterapistit dhe të ortopedit, edhe me disa medikamente që i marrim tek Freskida, pra ibuprofen, paracetamol, pra 2-3 ditë vetëm për mbështetje kundër inflamacionit, ne pacientin arrim ta qetësojmë që nuk ka asnjë gjë të rëndë, që dhimbja ortopedike muskulare është diçka kalimtare lidhur drejt për drejt me stresin që po flasim dhe që nuk ka asnjë rrezik për shëndetin. Kjo është kryesorja që pastaj seancat tek Margin për shembull ti bëjnë në qetësi, sepse një pacient i kontraktuar me anksin që mund të ketë një sëmundje rrezikuese për jetën, siç është trombozat, mund ta qenë të trurit, atë ti nuk e relakson dot me masazhe. Ke nevojë që t'japësh të gjithë këtë diagnostik, analizat në dorë dhe ai është i qetë. Të bëjmë vetëm një shkëputje të vogël, kthehemi pas pak për të vijuar me bisedën. Publicitet.